ndonjëherë gjatë turneve apo nuk çmendesh? Çmendesh domethënë të çmendurin tënde të Ronaldos, se kanë fjalën rri gjysmore më shumë apo pi një verë. Jo sepse tash kur fleti që duhet të iki, duhet të ndaloj humorin, është shumë bukur, po ka më kujton Ronaldo që është. Po duhet të ndaloj kënaqësinë edhe se duhet të servizëri, më kujton Ronaldon e famshëm të futbollit, i cili ka një absolutisht po, gjithmonë edhe nuk mendojm fare, nuk më vjen fare keq. Nuk e çmendur asnjëherë? Mund të jem shmendur, por gjithmonë jashtë kontekstit punës, kur e kam ditur që të nesër më s'kam punë. Unë të shmendem kur kam nesër punë, kur kam nesër shfaqje. It's never gonna happen. Nuk ka për të ndodhur, edhe fëmijë të dashur, mos e bëni. Nëse e doni një pasion aq shumë, ju duhet se s'bën të t'i dedikoni jetën, është e pamundur ndryshe. Dhe Dalina ti më the diçka çfarë që the publiku të është ftohur ndonjëherë me ty, por unë e di këtë gjë, jam e vetëdijshme. E kam vojtur siç thash edhe për miqësitë në fillim, e kam vojtur edhe këtë gjë në publiku thoya pse nuk jam unë ai rockstari që shumë të tjera shqiptarë janë, pse nuk jam unë ai popstari që mund bëja namin tani me talentin që kam. Edhe pastaj kam kuptuar që jo, sepse unë e dua qetësinë time her pas here. Unë e dua të hapësirën time mes me dhe publikut, e dua të zhdukem ndonjëherë dhe të jem vetvetja. Vetvetja do të thotë të jem në shtëpinë time në Itali, të gatuaj, të dal, të blej, të kem macën time, të bëj palestër, të bëj gjërat që dua më tepër, të jem një njeri normal. Sepse pastaj duke mbledhur energjit, pastaj mund të kthehem dhe t'ja publikut diçka që unë e dua dhe shpresoj që edhe ata mund ta duan, por nuk mund të jem gjithkohës këtu sepse përndryshe do kthehesha në diçka fake dhe nuk dua të jem fake. Nuk kam pse të jem fake, mor vlla, është gjaja më e panevojshme. E panevojshme me kanë fake. Please, vetëm ji vetvetja, maron, nuk të pëlqejnë, ik në shtëpi tane. Jo, shiko, u them sidomos tek në momentet që ti ke marrëdhënie këtu. Më fal se tash mua më kujtua dhe diçka tjetër shumë interesante. Unë prap kam qenë skenariste te Top Festi kur ke fituar ti. Si është puna? Dhe ishte after party. Ke pasur besoj nga këngët më të bukura që unë kam dëgjuar. Shkruar nga Flori, ka qenë Majezi? Nga studioja e Florit. Nga studio Florit, po. Por nga Kledi Bahiti. Nga Kledi Bahiti. Është dashuria ime e parë në muzikë. Po, është fantasti. E dua shumë Kledin. Dhe është një super këngë. Ajo dhe është një nga ato këngët që kur e dëgjoj më jep nostalgjinë e një kohe shumë të mirë. E vërtet, ë? Ke diçka pa është e mirë. Dhe më mund në after party, nuk e di, e bëm në katin e tretë të diçkaje që ka qenë me xhama. Dhe ti ishe në një vend në qetësinë tënde pas një lloj alkooli, pas një lloj gjë dhe prap njësoj. Do të thënë në çdo moshë, më mund edhe kur ka ardhur tek Topi në fillim për festivalin, për Top Festin, do të thënë ke gjithmonë një lloj distance. Po pastaj po kthehem tek të qeni popstar. Ka popstar tu që nuk është me thënë të krijosh miqësi me këngëtarë të tjerë, se s'ke pse të krijosh miqësi. Ka popstar që kanë jetën e tyre, kanë një menaxher dhe shoqërinë e tyre të jashtme dhe janë shumë okay. Por sidomos në 2025 njerëzit e kanë dëshira të kontaktin, se i dukesh, kanë qef më shumë se kontaktin, duan the storyline. There's some story. E duan, por kjo zot thotë që unë duhet t'ja jap. Ti nuk e ke fare të ashtu, nuk e ke menduar asnjëherë që e kam menduar shumë herë dhe kam tentuar ta bëj dhe e kam parë që jam duke dalë jashtë vetes dhe është fake. Dhe e kam ndaluar dhe kam thënë nëse ata pak njerëz që duan të rrinë me mua, duhet ta pranojnë që kjo jam unë. Sepse nuk ka njerëz në botën e sotme që s'kan Instagram fare. Mi fjalë në Hollywood që atje mund të themi po jo këta këtu në Shqipëri kur vjen edhe bën këngë pop. Po, sa këtu kanë të tërë. Këtu e kanë të tërë. Por prap nuk është e nevojshme të them unë. Nëse kënga është aq e mirë, më beso, nuk kanë për tu interesuar atë shumë. Cili është problemi? Këngët nuk janë as mirë kohët e fundit. Më fal që po e them sepse jam dikush që ka kohë pa nxjerr këngë edhe mund të më sulmojnë gjithë edhe I get it, I understand, e pranoj. Por për mendimin tim mund të bëjmë më mirë, të lutem. Kemi shumë talente, por thjesht mos e bëhemi dembela. Hajde bëjmë diçka më të mirë. Mos bëhemi dembela tek kjo gjë pëlqen publiku, këtë gjë po bëj. Hajde eksperimentojmë. Siç dëgjuam edhe shpara Rosalia. Hajde eksperimentojmë dhe ta edukojmë ne publikun. Edhe sërish e them, ju betohem me shumë këmbë në tokë duke thënë që e di që jam një ndër njerëzit që po bën sa më pak muzikë edhe po nga ana tjetër ke edhe një lloj se ti ke një rati financiare tani sepse je sistemuar, siç e themi ne shqiptar, që je sistemuar në një
karrierë që asnjëherë nuk është sistemimi plot, se gjithmonë e çuditshme, ajo është puna e sportit edhe muzika, por që ke krijuar, ke kredibilitet, ke krijuar një jetë atje, natyrisht me kalimin e viteve, sepse ai vend ditë të respektoj edhe bota, ditë të respektoj edhe artistin, edhe pagesa është e lartë, mban jetën tënde, ke një shtëpi ku je këtu, ndërkohë besoj që një shtëpi ande e paguan. Pra janë gjithë këto detaje që ke një lloj komforti. Në këtë lloj komforti, ndoshta ka dhe argumente që është e lehtë për Elhajtën të thotë të gjejmë këngën e duhur, sepse ajo që bëri Rosalia në atë klip, atë orkestër simfonike që ishte një kryevepër, ajo doli jashtë zonës së komfortit, por doli një grua që ka arritur një sukses ndërkombëtar, edhe si thua ka shpatullat e ngrota financiare, pra prap rrezik është, por ai si duket ka thënë it's okay, unë do rrezikoj, por ama do kap 3 në Gjermani, 3 në Angli, 3 veta secilin, jo 300.000, bëhen 3 milion. Kurse këtu do të ai si do jetoj unë, nëse nuk jam pjesë e kësaj. Dhe sidomos e këtij tregu që për momentin ngre artist të armëve të luftës, tamam, një lufte bandash, nuk e di, me tekste droge, me këto, pra ç'a janë këngëtarët me shkuj dhe si thua për shembull për një femër, si do futem, si do ashtu. Unë kur po flas për ata artistë që e di që e kanë realizuar një reati ekonomike, financiare që munden ta bëjnë këtë ndryshim, po ju referohem atyre që e di që munden ta bëjnë ndryshimin, sepse ndryshimi mund të vijë nga ata. Jo vetëm, por mund të vijë nga ata, shumë thjesht. Të vendosin, të flasim me njëri tjetrin rrallë, sepse këtu edhe nuk flitet. Unë mbaj mend një ndër eksperiencat më të bukura ishte kur mblodha në studio Elgit Dodën, Alban Konde dhe Kledi Bahitin, 3 kompozitor, edhe unë dhe shkruajtëm Epin Zanin, edhe kemi qëndruar një muaj në studio. Po e mbaj mend një eksperiencë shumë e bukur ajo që kishte mbledhur 3, po më bëri përshtypje. Ishte një gjë e mrekullueshme, sepse shqiptari nuk do asnjëherë ta pranoj që jo unë e bëj vetëm. Pse vetëm, mblidhuni, flisni me njëri tjetrin, ç'a do bësh ti këtë verë, unë do bëj këtë. Me fjalë, ka vend për të gjithë. Për tan ka vend. Kështu që hajde flasim edhe mundohemi që pak nga pak gjithë secili të japi një ajër ndryshe muzikës. Le ta largojmë pak nga regatoni, le ta largojmë pak nga ritmet afro, le ta largojmë pak për të eksperimentuar diçka tjetër cila do bëhet mainstreami dhe prap po aty do fillojmë prap nga fillimi, le ta largojmë edhe nga ajo gjëja, ta fillojmë nga fillimi etj. Por gjithashtu edhe të rinjt me gjitha mundësi që janë sot në treg, mund të dalësh në TikTok edhe kemi shumë të rinj që janë të bërë të famshëm nga TikToku, apo nuk e di a është legal në Shqipëri tashmë, nuk jam shumë e kujdesshme. S'është po është. S'është po është, okay. Por nga interneti, Instagram etj, mund të fillosh të bësh gjëra dhe të jesh më rebel, ta provosh. Mendoj unë. Tani, mua më bën pak çudi, ndoshta ke thënë edhe herë tjetër, po ç'rëndsi ka, kemi një brez të ri që duhet i dëgjoj gjëra për herë parë. Më bën pak çudi që mbas Voice-it, ku fitove Voice Italia, që është ishte sa ti vit ishte i Voice-it? I pari, po, që padyshim vëmendja ishte e madhe, formula është e famshme në të gjithë botën, edhe këtu në Shqipëri ka rezultuar të suksesshme. Ke fituar Voice-in e parë dhe më kujtohet ke bërë performancën Adagio, që është një performancë jashtëzakonshme. Më thënë ata aty duhet fitoje. Ta mbyllim. Ta mbyllim aty fiton. Më thënë është një nga, unë i sugjeroj gjithëve që ta shohin atë performancën. Sa vjeç ke qenë atje, Elajda? 19 për 20, nuk e mbaj mend ai kisha mbushur 20 apo jo. Super performancë. Dhe ti fitove një çmim të madh. Para se të kaloj te pyetja, se unë kam çike DHD, kështu që dua të kthehem pak te si u futa një herë në Voice? Unë para se të shkoja në Voice dhe para se të bëja Top Festin, kisha fituar Star Academy. Duke fituar Star Academy 16 vjeçe, më erdhi një menaxher i huaj, i Montenegros, i Malizim duket, dhe i tha babait tim, do që vajza jote të vit bëj disa festivale nëpër Ballkan. Po ku të paj ty? Më pa në Star Academy. Në Star Academy, okay. Po, edhe babi ishte shumë i lumtur, po patjetër, sepse babi sapo e zbuloi që unë diet këndoja. Babi nuk ishte asnjëherë, po, nuk ishte fare out, nuk e merrte vesh, nuk e dinte ç'un këndoja. Po pse nuk këndoje nëpër shtëpi? Këndoja, po e mbuloja deri diku. Unë isha pianiste në Fali sekondë, kjo është më interesante. Pastaj kalojmë te Voice-i.
Ti ke qenë pianiste? Kam qenë pianiste, po, unë kam filluar piano në 6 vjeçe në Shkodër, në Tiranë 2 vitet e parë dhe pastaj në Shkodër. Dhe isha një pianiste shumë e mirë, kështu që edhe familja ime, përveç mami që e dinte që këndoja, babi ishte mos se thjesht është pasioni i saj kot. Ti thjesht këndoje, shoqëroje piano? Po, diçka e tillë. Nuk është se këndoj gjithë ditën, se janë këngëtarë që këndojnë gjithë ditën në shtëpi, nuk ndalojnë. Lan pjata, shplejnë gjumë. Jo, këndoja gjithë ditën, po babi ishte në punë, kështu që nuk më dëgjonte, nuk e dinte. Po pse i fshihesh ti këngës? Sepse në të njëjtën kohë po dilte një këngëtare shumë e mirë, shkodrane, Dorina Garuci, e cila ishte shoqja ime e ngushtë. Dhe po fitonte Gjeniun e vogël, për pak fitoi Ethet e tjerë, dhe unë isha tipis kush e mund të dalë pas Dorinës, nuk ka përndodhur asnjëherë, edhe kështu që kisha shumë nguroj brenda vetes. Edhe nuk e lejova as unë veten asnjëherë të këndoja, derisa erdha në një moshë më madhore dhe i thash, "Ok, do marr pjesë tek Star Akademia." Shkova në Star Akademi dhe si përfundim fitova, erdhi ky zotëria. Fal, imagjino mos ta kisha bërë atë. Imagjino mos ta kisha bërë. Imagjino mos ta kisha bërë. Ndryshe. Sa e tmerrshme është. Sa e tmerrshme është që ta mendosh këtë gjë, që më vjen keq, se besoj tek vetja se ajo është shumë e mirë, me gjithë respektin. Po ndonjëherë ne lidhemi ndonjëherë shumë shoqërisht ose kemi jo vetëm ne, po tërë botën. Ndonjëherë janë këto sikletet idiote që për ne janë shumë të rëndësishme dhe ka një lloj morali që i gjejmë një lloj morali aty që s'ekziston, sepse ne nuk e dim luftën për veten tonë dhe për talentin. Dhe shkoj, imagjino mos ishte ndesë Dorina, këngëtare shumë e mirë, nuk e di ku është tash, besoj që uroj të jetë lumtur në jetën e vet, është në New York, të jetë lumtur dhe ajo padyshim që unë e maj mend dhe ka lënë edhe ajo gjurmët e saj tek Ethet. Por imagjino, mos imagjino. Imagjino të kisha me vërtet ndaluar duke thënë se jo, jam shumë e vogël përpara. Po, jam shumë e vogël. Po ti shkove pastaj si e gjete Kurajën të shkojte? Kurajën në një ditë interesante. Kurajën në një ditë që po binte aq shumë borë dhe ishin audicionet në Shkodër për Star Akademin, edhe po binte aq shumë borë sa kam përshtypjen një pjesë e imja nuk donte të shkonte, por tha me siguri nuk do shkoj sepse është shumë borë dhe nuk ka se si të më çojnë në audicion, kështu që po ja them. Dhe i them babit, a do më çosh në këtë audicion se do bëj dua të bëj Star Akademin. Okej, thot babi, si përfundim nuk arrim do të shkojmë atje, mbërrim shumë më vonë, sepse bora ishte shumë e madhe, edhe babi kap kontaktet nuk e di me kë dhe i thot hajde në Tiranë me këtë datë, edhe thot babi, okej, në rregull, edhe më çon në Tiranë, bëj audicionin, ishte Zana Çela, e cila ka qenë mësuese ime e parë e këngës atëherë, dhe sapo më gjoj tha, "Ua, po ti duhet të ishe s'bën." Ti duhet të ishe s'bën, tha Ilhajda. Edhe unë shkova se s'bën, bëra, fitova, edhe kthehemi prapë ke zotëria, që erdhi dhe nga aty fillova të bëja disa festivale nëpër Maltëzi, Rumani, Bullgari etj. I fitova të gjitha, kam nuk e di sa diploma, sa kupa kam në shtëpi, dhe direkt pas një festivali në Rumani erdha bëra finalen e Topit, fitova Top Festin. E pa besueshme për mua, çfarë po ndodhte me jetën time, gjithçka po shkonte. Ti ke qenë para, ke qenë edhe në Klan, dhe Diela Shqiptare ke punuar. Kam punuar pastaj, po një vit aty kam punuar tek Diela Shqiptare, ishte kjo periudhë që ishim pushim dhe unë bëja këto festivalet në Ballkan. Kthehem bëj Top Festin. Fitoj Top Festin, nga Rumania disa menaxherë italian kishin mbajtur emailin, edhe më dërgoi një email, më thonë Elhajda, po realizohet The Voice of Italy për herë të parë në Itali, a do të marrësh pjesë? Edhe unë si njeriu me shumë guxim që kam të frikshëm, them po. Edhe nisem. Ku jetova aty, ku ndenje? Se janë këto pyetje të kush të mbështeti financiarisht? Financiarisht është shumë e vështirë. Financiarisht është vërtet shumë e vështirë. Babi nuk e kishte mundësinë familjarisht se kisha 2 vëllezër më të mëdhenj, ishte mami, ishte një familje për të mbajt. Ndërkohë goca në Itali ishte për babin ishte shumë e vështirë. Këtë unë nuk do harroj kurrë sakrificat që ai njeri ka bërë për mua dhe është. Çfarë ndodhi? Ku jetoje? Si të që nga momenti ku I them se janë shumë interesante dhe llogaritjet se ti the që babi I fshihej zërin babit, por babi ishte ai që shkojnë mes borës. Babi çes ka bë për mua në momentin që e kuptoj që unë me të vërtetë ja vleja, talentin vërtet ja vleja. Kam shumë që e din një çik. Tani është mbështetësi më I madh, nuk ka me fjalë. Po jo dha ditë që ka çuar prap, të ka çuar në mes të borës dhe ka marrë telefonin dhe është munduar prap, se mund të thoshte çfarë do dhe
ka shumë prindër që ja kanë fikur. Është vërtet. No, unë jam shumë mirënjohës e babit tim. Edhe mamit, që më dha talentin, po babi që e çoi deri në fund. Pastaj unë qëndrova Jo, desha vetëm në Itali në fillim si u sistemove. 2-3 muaj qëndrova tek shtëpia e një nga producentët që më ftoi të merrja pjesë. Kishin shtëpi të mëdha dhe unë po qëndroja një ndër dhomat e shtëpive tyre. Pastaj më pak se 2-3 muaj, një muaj besoj. Pastaj më telefonuan nga Milano dhe më thanë Elhajda, tani do fillojmë përgatitjet për voicing, kështu që kishim një hotel që ishte afër Malpensas, Apolinates, nuk kujtohet shumë mirë, afër një aeroporti, dhe afër studios së Rajt, edhe ne lëvizim çdo ditë nga hoteli në studiot e Rajt dhe bënim prova çdo ditë për 3 muaj rresht ka ndodhur kjo gjëja. Dhe 3 muaj prova. Po, dhe lekët i numëroja me të drejtën, i numëroja për të ngrënë, i numëroja atë mëngjesin që e kishim falas nga hoteli, haja mirë mëngjes, që mos kisha probleme më tutje. Se unë isha edhe kështu bufalaçe, kisha qef të haja. Po, ke qenë mbushur, se ti ma the dhe një kur e takuam, tha, isha bufe. Nuk ka qenë, do të thënë, ke qenë mbushur. Kam qenë Unë po të qenë edhe tek Voice, ti ishe rezervë, ishte gjithë kolagjen, ishte kështu, qef. Ja, kolagjen, ishin tula. Po ishte lezetshëm, po, është e çuditshme kjo pjesa e imazhit. Dhe në fakt edhe imazhin ke pas një zhdurim, domethënë për neve në Shqipëri që s'kemi ndjekur nëpër ka qenë një ndryshim shumë i madh, sidomos kur erdhe këtu mbas sa vitesh, ndryshim trupi. Ishte kjo pjesa që edhe ta kërkonte puna, o do psove nga puna, apo e kishe edhe në trurin tënd që zë ishe... Atëherë unë në peshë rash mbas Eurovisionit, fitova Voice-in, bëra një turne shumë gjatë me Universal e tjerë, qëndrova 2 vite në Itali, pothuajse. Pastaj vendosa të një vit, pastaj vendosa të kthehem në Shqipëri të bëj festivalin, fitova festivalin dhe bëj Eurovisionin. Në Eurovision ka qenë vetëm një vend që unë e kam përjetuar me shumë stres. Kisha shumë frikë të dilja në skenë, ndoshta mund të quhet nga ato gjëra që janë anxiety, që sot ne... Po çfarë ndodhi atje? Se edhe performanca nuk ka qenë top. Dhe ti realisht bahesh nga këngëtare më të mira live. Dhe ke forcën tënde, po atje nuk ishte... Atë këngë, unë arrit ta këndoj sot, nesër, pas nesër, nuk e kam fare probleme, kam në regjistrin tim. Është thjesht fakti që psikologjikisht unë e vendosa që është përgjegjësi më e madhe se që mund të mbaja, sepse të gjithë shqiptarët i kishin syt drejt meje edhe thonin kjo do fitoj Eurovisionin edhe unë deri atëherë kisha garuar vetëm për veten. Dhe kur garoja vetëm për veten, isha e qetë, isha e sigurt, unë e di ta bëj këtë. Unë I know who I am. Kur garon për një shtet Dalina, unë nuk e di se ja bëjnë ata që marrin pjesë në Olimpik, po me të vërtet është një tjetër përgjegjësi, shumë e madhe. Dhe presion i madh. Isha 22 vjeçe dhe me të vërtet më ka kapur një frikë dhe kisha anxiety, nuk arrija dot të dilja në skenë, më kapi një lloj sëmundje, ftohje, nuk e di se çfarë, nuk këndoja dot. Domethënë, të më thoje dil në skenë këndoj, ishte sikur të më thoje dil hidhu nga nuk e di cili kat i banesës. Për mua ishte po e përjetoja shumë keq. Kam mbaruar Eurovisionin, kam marrë në telefon Ricardon edhe Katin, bashkëshorten e tij, dhe i kam thënë okej, jam gati t'i futem audicioneve për Notre Dame de Paris. Dhe aty kam ndryshuar jetën time nga popstar që mund të isha, jam kthyer në një këngëtare që këndon në teatrot më të mëdha të botës, por këndon në teatro. Pra ty ishte që dhe performanca parë që s'dole mirë, pra çfarë ndodhi? Ishin aty ne kemi 2 javë, nëse nuk gabohem, janë 2 javë që të japin mundësi të bësh prova, bëhen prova për mikrofonin, bëhen prova për veshjen, bëhen prova për make-upin, për kamerat, për gjithçka bëhen prova dhe pastaj java fundit është prova vetëm sa për vinë edhe publik që të shohin e tjerë. Por në asnjë nga provat unë nuk ja kam dalë të këndoja tamam siç duhet kënduar. Po me atë forcë që kete përqendrimi kështu, bëj do i monolog vetes apo e humba, nuk arrija do të flisja as me veten, më fjalë isha totalisht e ndjeja që do dështoja. E dija në kokën time që nuk doja dilja mirë. Mbaroj, kaq ishte, nuk jam për këtë punë në mendjen time. Nuk jam për Eurovision. Ti pra punë jeti, po. Unë pra punë jam, e di, tani e di. Po aty e kisha ndarë, domethënë, kur flet për nuk po them që kam kaluar periudhë depresione sepse nuk është e tillë, por që mund të kem kaluar një periudhë anxiety është me siguri mund të jetë diçka e tillë, që nuk arrija dot t'i jepja një përse
pyetjeve të mia, nuk arrija dot. Edhe nuk të ndihmuan as media përfshirë edhe shkrimi im. Në fakt ka një gjë të vërtetë edhe këtë dua ta them, ta kam thënë, po dua ta them, ajo mërzitja ime ishte me shkrimi humor nga ka qenë ose Gazeta Tema ose Lapsi dhe titulli u ndryshua. Titulli s'do ishte kurr pse dështoi Elajda. Unë nuk do vë kurr titull dështimi, nuk e kam si shprehje, patjetër e përdor, po unë realisht nuk do ta bëja kurr. Shkrimi ishte 100% shkrimi im, por për të klikuar më shumë, unë kisha një tjetër titull, madje te Anabeli, kush është interesuar kërkoi Elajda festivali Anabel dhe del titulli. Pastaj kur mor nga Tema më duket ose nga Lapsi, u mërzita shumë. Dhe thash mos, sepse e di që ishte një tip, nuk kisha çfarë t'i bëja. Nga një anë ajo kënaqësia idiote narciste që më mor shkrimi, edhe po shpërndahej shkrimi. Por nga ana tjetër titulli ishte pak I rëndë dhe nuk të ndihmuan as mediat, përfshirë dhe mua. Jo, mediat më filluan duke më rënë sipër në një mënyrë që mendova që ishte pa drejt për një gocë të vogël që deri dje po e lavdronin aq shumë sa të shkonte të fitonte Eurovisionin dhe ta sillte në Shqipëri për herë të parë. Dhe deri dje po e lavdronin aq shumë sepse fitoi Voice-in dhe është e para shqiptare që në një klimat të tillë politik po e dilte të tregonte një anë shqiptare më të mirë, më pozitive dhe më lavdruan, më deshën shumë fort, prandaj unë them që ndonjëherë ndoshta jam llastuar nga këto gjërat në vogëlsi, sepse në momentin e parë që unë pata një zhgënjim, një dështim, siç po thua ti, unë u arratisa. Dhe aty kam mësuar pastaj, ndoshta më është bërë edhe vetvesi im pastaj që të dukem kur jam e sigurt dhe të zhdukem kur ndihem e pasigurt dhe rikarikohem për të rishfashur kur jam e sigurt. E ka vërre këtë zhdukjen tënde, çfarë është kjo tek ty? Edhe mbas Dancing with the Stars, ne folëm madje gjatë ti më kishe dhe qef mua në juri, se e the dhe një vend jo Dalina Luani, juri su pëlqeu, pëlqen kur flasim për. Dhe pastaj ndodhi ajo që ndodhi te Dancing with the Stars, dhe pastaj kishte një lloj zhdukje. E ka vërre her pas here këtë që e ke tënden. Është gjë ime. Kjo është komunikimi jot. Këtu mos u habisni me mua asnjëherë, sepse unë do zhdukem, do vazhdoj të zhdukem përgjithmonë. Ta thash edhe një ditë. Çfarë do të përballesh dot, nuk Jo, nuk ose nuk përballem dot. Besoj që kam dhënë aq shumë sa më është bërë ndoshta ndonjë padrejtësi në mendjen time, se ndoshta ka qenë korrekte. Jo, ke të drejtë të mendosh ishte padrejtësi, ke të drejtë. Nuk ishte padrejtësi. Ta kam thënë dhe privatisht. Nuk kam qenë do të qëndroj deri në fund, nuk ka qenë padrejtësi, ka qenë është një shprehje deus e machina latine. Po, diçka realisht ka ndodhur patjetër. Por nuk ishte padrejtësi, megjithatë ke shumë të drejtë të mërzitesh sepse në kërcim absolut të tërë bashkë dhe Sara jam pa dyshime do thoshte që je absolutisht kërcimtarja më e mirë atje. Unë ndjeva edhe sikur diçka ime personale u përdor në një lloj mënyre që nuk doja që të përdoresh sepse deri atëherë isha e fokusuar vetëm në karrierë dhe isha e detyruar të tregoja disa anë të asaj gjësime private. Kjo ishte një gjë që s'të ka ndodhur kur, storyline. Ai që thoya unë ty që njerëzit duan një story. Dhe unë nuk e duam, sorry, njerëzit ishin shumë të lumtur me mua pa u dhënë storyline. Njerëzit u mërzitën me mua kur unë I dhash një storyline, sepse njerëzit kanë të drejtë të t'i japin